Në një vend ku pensionistët numërojnë që ndarkat për ilaçe dhe spitalet vuajnë nga pajisjet mjekësore, zëvendës kryeministrja dhe ministri e infrastrukturës Belinda Balluku ka një tjetër urgjencë: larjen e makinave qeveritare me një tender luksos prej 10.000 eurosh në muaj. Sigurisht, larja e Audit të saj, model A8, nuk mund të bëhet me kova si qytetarët e zakonshëm. Mjeti i saj kërkon trajtim special dhe për këtë arsye është hapur një tender specifik që përfshin fshes me kompresor, solucion të specializuar dhe një faturë mujore prej 10.000 eurosh për pastrimin e makinave qeveritare. Tenderi i hapur më 28 mars 2025 parashikon që lavazhi të mos jetë më larg se 2 kilometra nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës, të punojnë me 2 turne, përfshirë të shtunat, të ketë ambient pritjeje për 4 makina dhe të garantojë që asnjë mjet nuk do të presë më shumë se 30 minuta në radhë. Po ashtu, lavazhi duhet të ofrojë pastrim brenda dhe jashtë për 30 minuta dhe të jetë i pajisur me leje mjedisore. Dhe një detaj tjetër që nuk mund të lihet pa u përmendur: larja të bëhet me solucion, jo furç, një kërkesë që të bën të dyshosh nëse bëhet fjalë për një automjet apo për një objekt kulti që meriton trajtim spa. Sipas të specifikimeve të tenderit, vetëm Audi A8 i Belinda Ballukut do të lahet 12 herë në muaj, që do të thotë një herë në çdo 2 ditë pune. Por nuk është vetëm kjo makina që të përfitojë nga ky shërbim i veçantë. Në listën e lavazhit janë përfshirë gjithashtu një Toyota, një Volkswagen Touran, një Citroen, një Land Rover, një Skoda dhe një tjetër Toyota. Në total, një flotë e tërë makinash qeveritare do të ketë një ceremoni të përmuajshme larjeje, e gjitha e paguar nga taksat e qytetarëve, përfshirë ata që ankohen se nuk kanë ujë të rrjedhshëm në shtëpitë e tyre. Si pjesë e tenderit është parashikuar edhe larja e tapicerisë 10 herë në vit për 3 vetura dhe 7 Foristrada, sepse sigurisht makinat qeveritare meritojnë një kujdes të veçantë për tavanet, sediljet dhe tapetet e tyre.